Me ishte Zoti do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Po lexoj në faqen 7 në Mateu, kapitulli 6, nga vargu 31, vëllezër. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, aleluja, çfarë na jep Zoti sot. Mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do të amë, ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi. Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qiellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Mos u brengosni pra për të nesërmen, sepse nesërmja do të kujdeset vetë për vete, secilës ditë I mjafton pikëllimi I vet. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni, dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të tjerët. Pse shikon lëmishten në syrin që është në syrin e vllait tënd, dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vllait tënd, dale të heq lëmishten nga syri, kur ke një tran në syrin tënd? O hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri I vllait tënd. Mos u jepni qenve çështë shenjtë dhe mos I hidhni margaritarët tuaj përpara derave, që të mos I shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'ju shqyejnë. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet. Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. A ka midis jush ndonjë njeri që po t'i kërkojë biri bukë t'i jap një gur, ose po t'i kërkojë një peshk t'i jap një qarpër? Nëse ju që jeni të këqinj dini t'ju jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj që është në qiej do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, u a bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim. Dhe shumë janë ata që hynën nëpër të. Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Runi nga profetët e remë të cilët vinë tek ju duke u shtënë si dele, por për brenda janë uqër grabitqar. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallërush nga ferat ose fiq nga murrizat? Kështu çdo dru I mirë jep frytet mira, por druri I keq prodhon frytet këqija. Një dru I mirë nuk mund t'i japë frytet këqija, as një dru I keq t'i japë frytet mira. Çdo dru që nuk I jep fryt të mirë pritet dhe hidhet në zjarr. Ju pra do t'i njihni profetët nga frytet e tyre. Jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Amin. E falenderojmë Perëndinë, vëllezër, aleluja, sepse fjala e Perëndisë është vërtet ushqimi I të krishterit. Është ushqimi, vëllezër, aleluja, I të rilindurve. Ata që kanë rilindur, motra dhe vëllezër, aleluja, kanë vdekur në dëshirat e tyre mishore dhe jetojnë për Zotin. Këta janë ata që kanë rilindur dhe fjala, vëllezër, aleluja, ju drejtohet
të zgjedhurve. Ju drejtohet atyre që e duan Perëndimin, vëllezër, aleluja. Po ta shohim në fjalën e Perëndisë, Zoti e nxorri popullin e Izraelit nga Egjipti dhe e çoi në shkretë të tirë. Aty në shkretë të tirë, vëllezër, nuk mund të shikonte populli asnjë lloj kombi tjetër. As se si jetonin, asnjë lloj gjëje nuk mund të shikonte. Në shkretë të tirë. Dhe në shkretë të tirë, vëllezër, Zoti i ushqeu, por krejt ndryshe. I ushqeu me një ushqim, vëllezër, aleluja, thot fjala e Perëndisë, qiellor. Me manën që ushqeheshin engjëjt, thot. Zbriste, thot, mana nga qielli për popullin e vet, dhe populli dilte dhe mblidhte. Ky ishte ushqimi i popullit të zgjedhur të Perëndisë. Dhe sot mana e të krishterit, vëllezër, është fjala e Perëndisë. Dhe ky, dhe vetëm ky, motra dhe vëllezër, aleluja, është ushqimi ynë shpirtëror. Kini kujdes, thot fjala e Perëndisë, se si ushqehemi. Kini kujdes se me çfarë ushqehemi, vëllezër, në jetën tonë të përditshme. Është shumë e rëndësishme t'i kushtojmë rëndësi kësaj gjëje, sepse vëllezër, nëse do të ushqehemi me një ushqim tjetër, me një ushqim që ushqehet bota, do të ndryshojë në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, atë për të cilën Zoti na ka thirrur. Jo më kot Zoti na thotë ushqimi ynë shpirtëror është fjala e Perëndisë. Jo më kot Zoti, motra dhe vëllezër, ju dha popullit të zgjedhur manën që zbriste nga qielli. Sepse ishte shumë e rëndë dhe të gjithë ata që e përbuzën, motra dhe vëllezër, manën, vetëm me manë do ushqehemi ne, të gjithë ata, vëllezër, nuk hynën në tokën e premtuar. Sa kujdes dhe sa rëndësi duhet t'i kushtojmë sot, gjithë ne, të krishterët, këtij lloji ushqimi shpirtëror. Prandaj është shumë e domosdoshme, vëllezër, aleluja, të tregojmë kujdes në jetën tonë, se me çfarë ne e ushqejmë veten tonë. Po s'ka gjë dhe kjo, vëlla, e ndaluar është, vëllezër, shumë gjëra nuk janë të ndaluara në fjalën e Perëndisë, por unë sot, që Zoti ka vepruar në jetën time dhe ka hapur sytë e mi, di të zgjedh ushqimin tim. Di të zgjedh, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë është e mirë për jetën time, për familjen time, di të zgjedh ushqimin, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ka gjë kjo dhe nuk ka gjë kjo, është si t'i hedhim ujit të nxehtë, ujë të ftohtë, nga pak pa e kuptuar. S'ka gjë, duke toleruar në këtë s'ka gjë, vëllezër, ky ujë do të bëhet i vakët. Dhe uji i vakët në sytë e Perëndisë, një krishter i vakët, motra dhe vëllezër, që do të thotë edhe me botën, edhe me Zotin, ky quhet i vakët, motra dhe vëllezër, është i pështirë në sytë e Perëndisë. Prandaj është shumë e rëndësishme të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. Sepse në fund të lexuam, jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Jo çdo njeri, motra dhe vëllezër, që thret Zot, do hyjë në mbretërinë e qiejve. Por ata thotë që por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Ai që kryen vullnetin e Perëndisë do të hyjë në qiell, vëllezër, aleluja. Prandaj fjala gjithmonë na mëson të jemi të kujdesshëm
të vëmendshëm në rrugën tonë. Sepse në momenti që ne jemi thirrur nga Perëndia për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë në qiej, jemi në një luftë të vazhdueshme, motra dhe vëllezër, aleluja, me atë që nuk do që ne të hyjmë në mbretërinë e qiellit. Dhe është ai, motra, vëllezër, aleluja, që servir të gjithëve ne botën. Ashtu siç e çojmë, motra dhe vëllezër, Jezus Krishtin, që ta tundojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, duke i treguar mbretëritë e kësaj bote, duke i treguar fjalën, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, ju përgjigj denjësisht dhe e largoi, sepse ne jemi thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, jo për të jetuar në mrekullitë e kësaj bote, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne shohim, por ne jemi thirrur dhe qytetaria jonë është qiell. Për këtë jemi thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, të trashëgojmë jetën e përjetshme, jo edhe Zotin, por vetëm për Zotin. Ata që kanë edhe Zotin, vëllezër, aleluja, fjala na mëson dhe thotë, nuk mund t'ju shërbej me dot dy zotërinve. Nuk mund t'i shërbej dot i krishteri, motra dhe vëllezër, edhe kësaj bote dëshirave tona mishore, edhe Zotit. Vetëm një, motra dhe vëllezër, aleluja, do të jetë Zoti ynë. Dhe kjo është në dorën tonë të zgjedhim kujt do t'i shërbej, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Mos u shqetësoni duke thënë çfarë do amë, ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishëm. Fjala na thotë mos u shqetësoni për këtë gjë. Shqetësimi ynë, preokupimi ynë nuk duhet të jetë, thotë motra dhe vëllezër, çfarë do të amë, çfarë do vishemi, çfarë do pimë. Mos u shqetësoni për këtë gjë, thotë. Pse, motra dhe vëllezër? Dhe shkoni si thot fjala e Perëndisë. Janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ne nuk jemi paganë, motra dhe vëllezër. Janë paganët ata që kërkojnë çfarë do të amë, çfarë do të pimë, si do të jetojmë, dhe prekupohen në gjithë jetën e tyre pikërisht për këtë gjë. Kurse ju, thotë, që thrisni për atë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, që është ati juaj, mos u prekuponi për këto gjëra. Çu si thotë? Ati juaj qiellor e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Nuk duhet të jetë preokupimi ynë, shqetësimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë do amë dhe çfarë do të pimë dhe çfarë do veshim. Sepse ati ynë qiellor di shumë mirë që ne kemi nevojë këto gjëra. Nuk e di prindi, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë ka nevojë fëmia e tij. Dhe pa e pyetur, pa bërë asnjë lloj gjë, shqetësimi i tij është si të jetë më mirë fëmia e tij. Pa e pyetur fëmijën, motra dhe vëllezër. Ai di shqetësimin e fëmijës, ai di nevojat që ka fëmia dhe kujdeset për ta. Vazhdimisht, motra dhe vëllezër. Preokupimi i tij është të mos i mungojë asnjë gjë fëmijës vet. Ati juaj qiellor, thotë, e di shumë mirë që ju keni nevojë për të tilla gjëra. Mos u preokuponi ju, thotë, për këto gjëra. Shqetësimin tuaj, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, lëreni tek ati juaj. Por para së gjithas, kërkoni mbretërinë e Perëndisë. Preokupimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, thot fjala e Perëndisë, shqetësimi ynë të jetë mbretëria e Perëndisë. Të eci me fjalën e Perëndisë, të jemi pëlqyer, të ndjej kënaqësi në praninë e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky duhet të jetë preokupimi ynë në jetën tonë. Preokupimi, por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij. Dhe të gjitha këto gjëra ju do t'ju shtohen, thotë. Nëse
i krishteri do të prekupohet për mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Perëndisë, e falenderojmë Perëndinë. Dhe drejtësia e Perëndisë është të njohim Jezus Krishtin, vëllezër, aleluja. E falenderojmë Zot. Të njohim vërtet këtë flijim të madh të Perëndisë, që e bëri për shpëtimin tonë. Ky duhet jetë preokupimi ynë, thotë motra dhe vëllezër. Dhe kur preokupimi ynë është pikërisht kjo, të gjitha gjërat që ti ke nevojë, thotë Zoti, do t'ju jepet shtesë. Nuk do të na braktisë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Asnjëherë nuk ka për të braktisur Zoti atë që preokupohet për të bërë vullnetin e Ati që është në qiell. Mos u brengosni pra për të nesërmen. Mos u brengosni, mos u trishtoni, domethënë motra, aleluja, të mos ju marrë gëzimin e nesërmja. Po nesër çdo të bëhet. Po çdo të bëhet nesër me këtë. Nuk duhet të jetë brengë në zemrën e të krishterit, shqetësim në zemrën e të krishterit e nesërmja. Sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për veten. E nesërmja do të kujdeset vetë për veten. Ne, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk kujdesemi dot për të nesërmen, sepse askush nuk e di të nesërmen. Askush nuk është i sigurt, motra dhe vëllezër, për të nesërmen. Sot është ora e çdo njerit prej nesh, motra dhe vëllezër, të jetojë i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Sot, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe më poshtë fjala na mëson, i drejtohet kishës vëllezër, i drejtohet të zgjedhurve të Perëndisë, fjala e Perëndisë. Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. Mos gjykoni, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që ju të mos gjykoheni. Nëse njeriu i zgjedhur nga Perëndia nuk gjykon, motra dhe vëllezër, në jetën e vet, nuk do të gjykohet, thot fjala e Zotit. Ai nuk gjykon askën. Sepse thirrja jonë është kaq personale, vëllezër, aleluja. Çdo njeri do të jap llogari vetëm për veten e vet, në marrëdhënien e tij me Perëndimin, jo për tjetrin. Prandaj këtu thot fjala e Perëndisë, mos gjykoni tjetrin. Askush nuk e di, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë kalon njeri apo çfarë kalon tjetri. Ai ka marrëdhënien e tij me Perëndinë dhe Zoti vetë lejon shumë gjëra në jetën e çdo njerit prej nesh, dhe askush nuk e ka të drejtën të gjykojë, motra dhe vëllezër, aleluja, se si është njeri apo tjetri. Prandaj thot, mos gjykoni, sepse nuk do të gjykoheni. Nëse ne nuk gjykojmë, nuk do të gjykohemi. Kurse thotë, sepse ju do gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni. Ashtu siç ti gjykon tjetrin, me atë masë do të gjykohesh edhe ti, thot. Sa e rëndësishme është, vëllezër, aleluja, që në kishë të vimë për të adhuruar Perëndinë, që në kishë të vimë, motra dhe vëllezër, dhe ta duam njeri tjetrin ashtu siç na mëson fjala e Perëndisë, ta çmojmë njeri tjetrin më shumë se veten. Ky është urdhërimi i Perëndisë. Nuk na thotë të gjykojmë, por thotë të çmojmë njeri tjetrin më shumë se veten. Pse duhet të bëjmë të kundërtën e fjalës të Perëndisë? Dhe na sjell një shembull si është gjykimi ynë, sepse shpeshherë ai që gjykon i jep të drejtë vetes. Nuk është se do të ndrejqë dikë, motra dhe vëllezër, aleluja, por i jep të drejtë vetes. Dhe thot fjala, pse shikon lëmishten
që është në syrin e vllait tënd. Dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd. Ai që gjykon, motra dhe vëllezër, aleluja, është njësoj, thotë, si të shohësh lëmishten në syrin e vllait dhe nuk shikon trarin që ke në syrin tënd. Ky është ai që gjykon. Prandaj thotë, shkoç krahasim që i bën fjala e Perëndisë, një njeriu që gjykon tjetrin, ai që gjykon ka trarin në syrin e vet dhe e gjykon tjetrin për lëmishten, motra, aleluja. Ose si mund t'i thuash vllait dale të heq lëmishten nga syri kur ke një tran në syrin tënd? Nëse ti nuk shikon mirë, ke tran në syrin tënd që nuk të lejon, dhe kush është kjo? Gjykimi. Si mundet ti thuash të heq lëmishten që ti të shohësh? Dhe çfarë i thot motra? Shikoni, o hipokrit. E quan Zoti atë që gjykon, vëllezër, hipokrit. Në vend që të kujdesesh për veten tënde, thotë, hiqe më parë trarin nga syri yt. Pastro njerë veten tënde, thotë, para se të gjykosh tjetrin. Ç'të duhet, thotë Zoti, nëse bie apo ngrihet dikush, motra dhe vëllezër, aleluja, a nuk ka ai Zotin e vet që e ka thirrur? Ti kush je që gjykon tjetrin? Çdo njerin prej nesh, motra dhe vëllezër, Zoti e ka thirrur. Dhe Zoti di ulje e ngritjet tona, personale, të çdo njeri. Dhe është ai që më ka thirrur dhe ai që kujdeset në jetën time, për jetën time. Ti kush je, thot Zoti, që gjykon tjetrin? Nëse Zoti e lejon një gjë të tillë në jetën e tij, sepse diçka do të nxjerrë Zoti dhe do të përmirësoj Zoti, ti kush je që gjykon tjetrin? Nuk është Zoti ai që është ai që e ka thirrur atë dhe kujdeset për të? Urdhërimi i Perëndisë për ne është duajeni njëri tjetrin, motra dhe vëllezër. Duaje tjetrin, më shumë se veten, çmoje. Këtë e bën dot, lutju Zotit për të bërë pikërisht këtë që të thotë Zoti. Kjo është e rëndësishme, vëllezër. Lavdi Zotit. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Mos u jepni qenve çështë e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj përpara derave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'ju shqyej. Lypni dhe do t'ju jepet. Nëse në fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, shohim mangësitë tona, shohim dobësitë tona, vëllezër. Zoti thot këtu, lypni nga Perëndia. Dhe Zoti do t'ju forcojë, Zoti do t'ju japë. Zot, jam i dobët në këtë drejtim, sepse fjala e Perëndisë gjithmonë pasqyron në mua dobësitë e mia. Tregon në mua dobësitë e mia. Dhe thotë, lypni, kërkoni, domethënë. Zot, jam i dobët, më forco, Zot. Më jep forcë, Zot. Dhe Zoti do të t'i japë. Çdo gjë që ti sheh në fjalën e Perëndisë është për të mirën tënde, nëse do arish ta kuptosh që fjala flet për mua, që unë të ndreqem, që unë të shkoj tek Ati dhe të kem këtë marrëdhënie me Atin tim, dhe t'i them, jam i dobët, Zot. Zoti i di dobësitë e çdo njerit prej nesh. Dini si i thot kishës në Laodice, vëllezër, aleluja, që je i pështirë në sytë e Perëndisë? Për çfarë arsye? Sepse ti thua jam i pasur. Sepse ti nuk shkon dhe të thuash jam i dobët, Zot. Nuk mund. Luma i njeri që i thotë jam i dobët, Zot. Nuk mund, më ndihmo. E ti është mbretëria e Perëndisë. Lumë s'kam si në frymë, thotë Perëndia. Lavdi e të shenjtë.
Po sepse ti i thua vetes unë jam i pasur, s'kam nevojë për askënd, motra dhe vëllezër, aleluja. Je i pështirën në sytë e Perëndis. Eja tek unë, thotë, të t'i jap kolir, të marrësh kolir dhe të shohësh, sepse je verbuar, thotë motra dhe vëllezër. Kërkoni dhe do të gjeni. Kërkoni, motra dhe vëllezër, dhe do të gjeni, thotë Zoti. Shfletoje fjalën e Perëndisë dhe do të mësohesh nga Perëndia. Do të gjesh, motra ime, vllai im, aleluja, në fjalën e Perëndisë rrugës zgjidhje. Nuk ka mundësi t'i kërkojmë Zotit, motra dhe vëllezër, dhe Zoti të mos na japë rrugë zgjidhje për të gjitha gjërat. Lafti Perëndisë. Dhe thotë, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. Me durim, motra dhe vëllezër, aleluja. Edhe këtë të trokiturën që thotë fjala e Perëndisë, do këmëngulje. Nuk kapet dera që në momentin, motra dhe vëllezër, aleluja, që ti do të trokasësh. Por troket vazhdimisht, Zot, të lutem, Zot, dua të më përgjigjesh, Zot. Dhe Zoti do të hapë derën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti do t'i përgjigjet lutjes tënde. Në çdo lloj rrethane që ti jesh, Zoti do të t'i japë përgjigje. E falenderojmë Perëndinë. Dhe thotë, për ta vërtetuar këtë gjë, motra dhe vëllezër, thotë, a ka midis jush ndonjë njeri që po të kërkojë biri buk t'i japë gur? Kjo mund të ndodhë, thotë, ka ndonjë midis jush, thotë, që nëse i biri i kërkon buk t'i japë gur. Dhe këtë e krahason me kërkesat tona tek Ati, motra, aleluja. A mundet që Zoti t'i kërkojmë ne gjërat që ne kemi dhe të mos na japë? Po të na japë diçka tjetër? Nuk do të na japë ato që ne kemi nevojë? Ose po t'i kërkoj një peshk t'i japë gjarpër? Mund të ndodhë kjo midis jush, thotë. Dhe thotë, në qoftë se ju që jeni të këqij, dini t'ju jepni dhurata të mira bijve tuaj. Aq më tepër Ati juaj që është në qiell do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Do t'ju japë Ati gjëra të mira atyre që ja kërkojnë, thotë motra vëllezër. Dhe cilat janë gjërat e mira që ne duhet t'i kërkojmë Perëndisë, nëse do të zbatojmë të gjitha këto që lexuam pak më përpara, vëllezër, aleluja. Zoti do të na japë gjëra të mira. E falenderojmë Perëndinë. Nëse ne nuk do të gjykojmë, falenderojmë Perëndinë. Nëse ne do të zbatojmë fjalën e Perëndisë, do të duam, motra dhe vëllezër, ashtu siç do Perëndia. Nuk do të na japë Ati ynë gjërat që ne kemi nevojë. Sepse ne kemi qëndruar besnik në fjalën e Perëndisë. Nuk do të na përgjigjet Ati ynë qiellor, motra dhe vëllezër. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëni njerëzit, u bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Çfarë dëshiron të bëj tjetri, thotë motra, vëllezër, u bëni edhe ju atyre. Të njëjtën gjë. Kisha dëshirë sigur të më bënte vllai këtë gjë. Bëj edhe ti, thotë Zoti, atë që dëshiron ta bëjnë të tjerët për ty. E falenderojmë Perëndin. Lavdi Zotit, vëllezër, aleluja. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim, dhe shumë janë ata që hynën nëpër të. Çdo varg, motra dhe vëllezër, që lexojmë në fjalën e Perëndisë, ka një kuptim shumë të madh. Nuk është kaq e thjeshtë siç e lexojmë ne. Të hysh nëpër derë të ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe jo në një derë të gjerë, sepse thotë të gjithë ata që hyn në derë të gjerë dhe ecin në një rrugë të gjerë, të çon në shkatërim. Domethënë, nuk mund të ecim siç ecën bota. Nuk mund të ecim të gjykojmë siç gjykon bota. Nuk mund të mendojmë siç gjykojnë të tjerët, aleluja. Por ne ecim krejt ndryshe, në drejtim të kundërt me njerëzit. Dhe prandaj thotë motra dhe vëllezër, aleluja, është e vështirë rruga, sepse nuk ecim në drejtimin e botës, por ecim në të kundërtën e rrymës.
dhe do fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja. Do forcë që të ecësh në drejtim të kundërt me botën. Lavdia e me të shajnë. Zotit me ja forcë, motra, aleluja, të qëndrojmë, të shojmë, të na zbuloje fjalën e Perëndisë, të kuptojmë, motra dhe vëllezër, fjalën e Perëndisë, dhe të mos bëhemi dëgjues vetëm, por ta vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Sepse ata që dëgjojnë dhe nuk e vënë në praktikë, kanë probleme, vazhdimisht qëndrojnë aty ku janë, motra. Nuk ecin përpara, nuk bëjnë një hap përpara, por qëndrojnë në vend. E falenderojmë Perëndin. Zot na jap forcë, motra, aleluja. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vëllezër, aleluja.